shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi mund të ndryshojë botën. Mund të shëmb atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëjë një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret pa pushim në ekranin e celularit. Pa ndjekur domosdoshmërisht vërtetën, por duke u bërë pjesë e një historie të ndërtuar për të montuar, të amplifikuar dhe të rrethuar me të tjerë si pjesë e diçkaje që të bën të mendosh se ti po përjeton mishërimin e bindjes tënde të ndarë me shumë të tjerë dhe papritur nuk je më vetëm. Prandaj dhe sot ka shumë njerëz që dalin protesta me bindje të sinqerta, siç ka këtu, jo shumë larg nga ku po flas, njerëz që mendojnë sinqerisht që duke dalë në protest, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë flamingot, po mbrojnë një pasuri që i përket të gjithëve. Gjithçka është fisnike dhe legjitime dhe meriton shumë respekt si qëllim, por po i mbrojnë nga kush? Po i mbrojnë nga unë, po i mbrojnë nga ne, që natyrën, mbrojtjen e natyrës, zonat e mbrojtura, ndalimin e gjuetisë palishme, ndalimin e prerëspyjeve, i kemi pasur lajtmotiv dhe i kemi lajtmotiv të punës sonë. Dhe prandaj edhe thjesht, thirrja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet, sepse kur emocioni ushqehet nga gjysmë vërteta, nga pamjet shkëputura nga konteksti, nga sloganet që akullojnë më shpejt se provat, nga një algoritëm që shpërblen gjithmonë atë që trondit, jo atë që shpjegon, atëherë idealizmi, dëshira sinqert, nevoja për të shprehur